Ilaçi për pacientët me astmë dhe sëmundje kronike obstruktive pulmonare, beklometazon, formoterol ose me emrin e markës Foster prej në gush do të jetë i disponueshëm pa pagesë shtesë me një participim prej 280 denarësh. Për këtë njoftoi drejtori i Fondit të Sigurimit Shëndetësor Sasho Klekovski, i cili bëri të ditur se për herë të parë Rivaroxabani futet në listën pozitive të ilaçeve, ndërsa participimi për pacientët do të ulet nga rreth 475 në 160 деnar. Foster ќе биде достапен без доплата за граѓаните, само со партиципација, и таа партиципација сега ќе биде 20 денари пониска, ќе биде 280 денари, бидејќи референтната цена на овој лек е пониска. Оваа цена ќе стапи во сила по исцрпување на веќе доставените количини на лекот во аптеката. Очекуваме дека од 1 август ќе биде достапен Фостер без доплата. Боцета е веќе достапна во аптеките без доплата. Ai shpjegoi se qytetarët kanë paraqitur ankesa kundër 5 farmacive në Manastir, 2 farmacive në Shkup dhe një mjeku familjar i cili nuk ka dashur ta pranojë raportin e specialistit për të cilin po ndërmarrin veprime. Klekovski tha se ankesat kishin të bënin me mos lëshimin e një ilaçi me recetë dhe pse kishte një raport të specialistit dhe në të gjitha rastet e tjera është lëshuar një recetë dhe farmacitë u kanë thënë se e kanë vetëm privatisht. Не е едноставно, друго е да држите на лагер во секоја аптека лекот 50 денари, друго е да држите лекот 2500 денари. Од лично искуство знам дека во мојата аптека во Карпуш 4 нема Фостер. Туку Фостер треба да појдам во аптеката на Партизанска, која е дежурна, и таму има. Значи, нормално е да се случува во помалите аптеки да нема скапи лекови, бидејќи е финансиски терет за аптеките, меѓутоа треба аптеките да знаат во која аптека го има лекот на рецепт. Përndryshe, opozitarja LSDM dje akuzoi qeverinë se po mashtron dhe po i gënjen pacientët që vuajnë nga astma dhe sëmundja kronike obstruktive pulmonare, sepse së pari fondi rriti çmimin e ilaçit Foster dhe më pas ilaçi gjenerik si zëvendësues, i cili është falas me recetë, nuk ishte i disponueshëm në farmaci.